It's time! E leje ta bëje ma. Je ti. It's time! Se më dole zëri si Grace. Jemi në vigjilje Krishtlindje. Nesër janë Krishtlindjet. Kush e feston nga jo? Unë ja. Unë festoj çdo festë mundshme që ekziston. Në qoftë se ka festë është kleja aty. A mund të kemi secila nga një kështu, sa bukur jemi, sa bukur Jemi bel gati për vitin e Lan live detaj për perlat e mia. Dhe do thoni ju, përveç veshjes ton kaq të bukur, ne kemi dhënë shkëlqim studio sot me Silver Shop, me këtë gjërat e bukura që na kanë ardhur. Kështu që edhe ju mund t'i dhuroni shkëlqim dhe dashuri shoqeve tuaja duke i dhuruar nga një gjë të vogël nga Silver Shop. Apo e ndjeni atmosferën e Krishtlindjeve të vitit të ri si çdo vit. Moj motor nga të gjitha anët. Unë e kam pasur. Unë për shkakun më përpara e shijoja shumë vitin e ri, Krishtlindjet, se mblidheshim me kushorint, me njerëzit e afërt të zemrës, i bënim dhurata njëri tjetrit, vinim të shtëpia njëri tjetrit, festonim. Nuk e di për ju, po Tani ka humbur pak me thënë drejtën ajo fryma e bashkimit edhe ai gëzimi për të festuar vitin e ri dhe Krishtlindjet. O zemra të lutem, a keni pa dritat në qendër? Aty fillon aty fillon mallkimi jon. Për zotin aty fillon gjithë problemi. A ke pasi jansat të çmerrshme? Ka me 2 muaj që s'kaloj fare në qendër, nuk Asun nuk kaloj se kam frikë të shoh për zotin, jam në fazë mohime. Po më mungojnë ato lodrat e shesh që kanë qenë pafund më përpara. Tani Dhe shumë atmosfera në pak. shesh, unë pash madje një artikull që thoshte që nuk është më nuk ka njerëz, sheshi është bosh. Po çfarë njerëz s'ket me aty ti kanë syri për lek. Nuk e kam parë, po pa kaluar të sheshit se s'do të më hiqi filli nga kjo që po thoshte Ema, mbaj mend më përpara mblidheshim 3-4 familje, daja, tezet, ne, gjysha. Gjithë vitin. Po, edhe ishte gjithmonë ajo tavolina e fëmijëve, që ti haje gjithmonë atë pilafin me atë koçalen, kofshën, e gjelin. Edhe mami që ndatë vetëm sallatën edhe këto. Po, edhe ishte Sallatë ruse. Unë e kisha shumë në tavolinën e fëmijëve, se tavolina e fëmijëve Isha e gjithmonë madhe ti. porcionet ishin gjithmonë më të vogla. Isha Ishte një sallatë e vogël ruse, një sallatë e vogël zaziç, gotat vogla ca turshi. Çdo gjë e vogël më vinte i natë do ishte tavolina madhe. Ta sa me për ngjyra. sheshin me gjelin, vdes. Ai zgjat 5 ditë. Unë kam dëgjuar njerëz që nuk i pëlqen, si drejt që mund mos pëlqej për sheshin me gjel. Unë nuk e kuptoja dot kur. Unë kur isha e vogël, shkoja te shtëpitë e tjerëve dhe më thoshte mami se mos kërkohen ushqim, i thoja unë, jo, ka ushqimi, sa shkoja unë, a keni përshesh me gjel? Si mund të mos hash për vitri? Mirë për sheshin me gjel për vitin e ri, po mos harrojmë për sheshin me gjel të datës 1, 2, 3, 4, 5, sa kthehemi në punë. Eva, 5 ditë. e di kush të bukura? E di kush të bukura? E bën dhe me kos, se për zjen. Ti fle vonë në 31 edhe çohesh në datë 20, çohesh në datën në orën 2. Dhe sa çohesh direkt që në mëngjes, direkt për shesh, direkt i ndyr, kështu sallatra gjëra. Shumë mes vakteve e thy çik me baklava me kadaif. Ajo baklavaja. A dini që unë nuk e ha baklavan? Çka ke humbur nga kjo jetë, ke humbur shijen e jetës. Sepse, sa e ftohtë. Sa e ftohtë. Se është e ftohtë baklavaja? Jo, nuk e haj baklavan, sepse ka arra dhe mua arrat më japin temperaturë dhe më vjen shumë keq se kur e shoh më duket shumë e bukur. Mund ta marrësh me pistak o got. Nuk më pëlqen më i motor, nuk e di, më jep kështu, duket shumë e bukur dhe më vjen shumë i natë që është aq e bukur dhe nuk e ha dot. Sidomos pistak dhe arra bash. Dhe me shëmdoret e baklavaja, nuk e di a është vetëm mami im, apo është mami çdo shqiptari. Nuk më lë, o shqiptar, nuk më lë ta prek pa ardh data 31. Edhe 31 që do ta ha më darkë, jo mëngjes. Jo, mami më shmësuar dhe bën një tjetër para. Pastaj ato të 31 ishit më të bukur, më të madhe, më të mirë, e lë veç. Pa bëri tjetër kështu që e pret kot. E ke parasysh që prihet ato forma? Jo, mami im na jep që mbas dite, thot hajni, s'ka problem, thot deri në darkë. Ta jep ndonjë pjesë, por jam shumë e sigurt që të vjen ato cepat tani. Ato, qendrën se prek. Qendra është për edhe gjithmonë baklavaja jon ngel qendra, ngel kështu si lule. Po, është për mish. E di sa kujton me baklavan, më kujton datën 1 që ikim në për xhaxhallar, teze, komshin, daja, krush. Ikni ju sa Po, mirë. Edhe ne ikim. Provon baklavantë të gjithë këta dhe kthehesh në shtëpi dhe komenton baklavan më të mirë. Po, edhe me përsheshin, se kishte bërë gjatë përsheshin, ja, ishte O zemra mami tim, mami im me tezën e bënin gjithmonë bashkë. Si fillim e bënte tezja, te shtëpia tezës, pastaj vinin te shtëpia ime dhe bënim tonën. Edhe gjithmonë kur provonte tonën,
s'është ajo e tezës, thoshte. Ndërkohë i bënin për herë bënin një gjë. Dhe shkonte atje provonte dhe thonte, po si ka mund të timen, nuk e shëllon si shëllon atë tatën. E kështë teza, po ndoshta ka pjekja, thoshte. Pjekja, po pra. Edhe kështu edhe vinte i nagjës, po s'mka është qullur çik, s'mka dal si Dhe ajo. kjo vazhdon kjo bisedë deri me 10 janar. Siç e do dhe tradita, këtë fund vit ne u bëm aq të ëmbla me njëra tjetrën dhe i dhuruam disa dhurata. Por dhurata as pak të zakonshme. Bisheni deri në fund. Unë ndihem shumë melankolike për më përpara që mblidhesh në Shumë, jetë. Tani nuk e di për ju, po tani ne nuk mblidhemi. Përveç kësaj, nuk është ajo atmosfera Janë që ti bie larg. atë Zemra atë dritat. gjashqen, atë Kolin! gjashqen. Kolin! Me- Dhe gjithmonë Me pije të ndryshme dhe si përkisht ato pije energjike. Dhe ti zihesh. Dhe blihet çdo lloj fruti për vitin e ri, ananas, rrush. Banane. Tani ananasi, rrushi, gjitha këto i ha për ditë, nuk bëjmë përshtypje çdo të jash për vitin e ri. Për dita Ne ati vashti shumë e se- vogël për këtë. Unë zjesha me vllajën dhe motrën për atë pijen energjike, nuk ke një ide. Vazhdonte diskutimi deri me datë 1 janar, pse e pive ti? Ose na i dante mami në 3 gota të ndryshme, po prap nuk ngopeshim, se di Kishte ata aromën që hapi O çdo zemra, dera. nuk e di merrte çfarë të gjithë veçantë. shtëpia. Po se di se çfarë veçantë kishte ajo pije e vogël. Edhe nga që the aroma mbaj mend gjithmonë çdo 31 sa hyn, se unë jetoj në pallat, edhe ju, sa hyn pallat, orë që te kati i parë. Vjen era. Era për shesh, era gjelo. Po ti Klea, Patate të skuqura. Po. si e ke ndier vitin e ri tëndin apo thjesht fest? Për Klea në çdo ditë fest. Me thënë Klea në drejtën, shpes mas 12. Unë mendoj se Klea gatuan. jo. Se di pse Sa ma të i vja rushën të ke bën vaj. ti? Me thënë, jo. Nuk e bën. Unë nuk gatuaj fare për vitri, me thënë drejtën. Mami ime shef si terapi që të gatuaj. Baklavan nuk e bën vetë. E merr në pasticëri dhe çdo vit krahason cila pasticëri e ka baklavan. Po. Kurse Edhe- këto tjerat i bën vetë. Bë vetë gjitha. Po, unë nuk marr pjesë, se kryesisht mund të jem gjumë, këtë vit nuk i dihet se mund të jem punë. Po herë të tjera kanë qenë Se gjumë. do të pyes pak për pas 12-s, po deri para 12-s të shtëpisë time janë kështu. Shtroj tavolina në orën 9, Po. han me shpejtësinë e erës 20 minuta, ngopen, shtrihen pastaj. Po, dhe rrin presin pishek zjarrat. Çfarë presin shtrihen, edhe nga që janë duke pa televizor, babi me mamin e sigurt që i zgjumi, vajti ora 12, çohen kështu, shohin në fishek zat, ja shusin Po, gjumë. ashtu është. Po, Ka edhe është. ne ashtu bëjmë të thënë drejtën ndonjëherë. Mu më zë gjumi para orës 12 dhe më zion mami, ço se fishek zjarret. Edhe këto vitet e fundit. Po. Mi, Unë si sa kam do grënë- thoja, mi Oh. që folën për para orës 12, po pas orës 12, a i hëngrët ju si vjet 12 Unë nuk i kokra kisha rrushi ngrënë. dhe jeni prap single. Unë nuk i kisha Dhe ngrënë. keni gjetur burr. O zemra, unë e them çdo vit do i ha. Edhe unë harrova. Harroj edhe unë. Edhe Unë këtë harrova. vit që në 2024 që do hynte 2025 dhe në harrova dhe mendoj se prandaj është arsyeja që unë. Ti Kurse kryesëlla i hëngre? unë Kjo më duhet i Jo, ka. Gjonja, unë i hëngra, mbaj mend me 2023-shin, duket i hëngra. Në 2024 s'ndodhi asgjë. Dhe nga aty hoqa dorë. Thash, çat më ketë rezervuar fati, nuk i besoj më. Po mami im ka zakon që sa vjen ora 12, merr lek, dhe i fut poshtë tapetave, i shpërndan dhe ne t'i shkelim. Thotë që t'na gjej viti. Ua, se dija unë Viti këtë. që t'na gjej viti i ri thot me lek. Shishi ta bëj dhe Jo, unë di këtë qa kemi ne kemi që mami çan një kokër sheg në mes të shtëpisë. Po, edhe kjo. O, unë po këtë e bëjmë, këtë e bëjmë. Ti marrë për çik vit. shënim këto? Po kështu. Edhe dega ullirit te dera e shtëpisë. Po të brëndshme të kuqe vishni? Po, dhe këtë e bëj. Po, E unë bë. Kam çdo që në vit- një dhjetor që vesh të brendshme të kuqe. Unë vetëm zeza më duket bërë. Të hec jeta ters. Unë çdo vit, domethënë mundësisht i blen ato duhet i japësh, më duket duhet i marrësh dhuratë dhe i merr shoqja e mamit tim dhe na i sjell gjithë dhe merr brek kuqe të brendshme të kuqe. Edhe na i sjell dhuratë të gjithëve. Po janë shumë. Ora, merrni dhurata ju për vitrin? Lesht. Unë kam marrë deri në momentin që mendoja se besoja Babagjyshi. se ekzistonte babagjyshi. S'bën më njeri, mo. Unë i bëj vetes, mo. E di çfarë bëj, unë shkoj për shkakun dati 7 dhe çfarë ti blej vetes ndonjë gjë, i blej diçka se e kam kështu si të ritual, më ndihmon që të nis viti tjetër Nuk e mbar. di, era fundit që ka marrë dhuratë duket ka qenë 5-6 vjeç, ato barbit, ato kukulla që i lënë Jo, poshtë. mua si vjet mami më ka bërë një dhuratë, më ka bërë një dhuratë të shtrenjtë, nuk do ta tregoj. Edhe mua. Një dhuratë të shtrenjtë. Okej. Si sa fitlla stuashi. Paktën edhe mami na i Mua dhuratë. mami na Shumë ka bërë dashuri. dashurinë dhe një baklava me Dhe duar të saj. buzëqeshje. Shumë dashuri. As baklava as do e bëj gati. Mami Është Kristën, gënjy nga tezja. mami Kristën të e marrë telefon seriozisht tani jo për prank. Si flet ti për mua ashtu se kam blerë unë ty o fëmijë I poshtër.
George. Mami im, gota ka pas, më duket se kam thënë dhe te një live, ka pas kur ishim të vegjël, ka pas kështu si tradit, se mami im me traditat dhe festat. Kur ishim të vegjël unë dhe vllai, na vinte në gjumë për shembull nga ora 9 ose nuk e di, e prisnin vitin e ri se ne kalamaja, ajo mund të ketë gënju ka vajt ora 12, ora 9. Po, zakonisht fishek zjarre shifrin apo? Nuk e di se sa më mend se kam qenë vogël. Si shifje, po. Dhe për çdo vit ajo na vinte neve në gjumë, vinte dhuratat poshtë pemës, bënim neve biskotat bashk, edhe i vinim mbi tavolinë, vinim dhe një gotë qumësh dhe kishte për detyrë që të zgjohen mes natës, vinte dhuratat, hante biskota dhe të pinte qumshte. Sa mirë. Po, dhe ne çoheshim në mëngjes, kishim faqe babagjyshi kishte hëngur biskota dhe kishte pi qumsh. Si filma. Po, dhe kishin dhuratat po shpemës, ishte nuk e di. Vdisja Sa fare. cute, ma. cute. Pas ke mami shumë Kurse- mirë. Ta du shumë mami. E po ne, vërtet u ankuam që kemi kohë që s'bëjmë dhurata, po ne i bëm njëra tjetrës dhurata. Zot, çfarë dhuratash? Çfarë dhurata? Unë them ta bëjmë kështu. Po. I shohim me radhë, Okej. dhe pasi ti shohim të gjitha, ju do komentoni se kush ju duket dhurata Më e bukur. Jam konfuzuar shumë me të drejtën për dhuratën e Kristelit se nuk po di se çfarë t'i bëj, kështu që më duhet sadopak ndihma e ushtarëve të vilës. Fillojmë me Des. Atëherë, Përgatit, po. vazhdoj me Desin. Ky është ikona. Të lutem. Të lutem. Çfarë mendon se i mungon Kristelit këtë vit? Mikrofon, tani merr një mikrofon roz, pallasin nëpër Tiranë. Pse Dhe mendon? i shkonte shumë, këna shumë mirë Kristeli. Oh, Po, interesante. thënë nga ngjarje. Vazhdoj me Fatos Satam. Çfarë mendon se i mungon Kristelit? Shiko, unë Kristelin e njoh mirë, kam punuar disa herë me Kristelin. Nuk mendoj që i mungon ndonjë gjë kryesore, domethënë ai ka të gjitha fletësh, gallatësh, kështu, po një gjë që i mungon, nuk besoj që ti ja merr dot. Është kapaçka e trurit. Okej, unë s'jam marrë domethënë. Ose të tru, gjë në i tru falso kështu. Ose në enciklopedi. Po thash Të që mësoj gjëra. Po thash që gjën e tru origjinal, se tru falso gjen kudo. Ma nuk lejohet kjo të thuhet në kamera. Vazhdoj me Aldin. Çfarë mendon se i mungon Kristelit? Kristelli gjithë e dim se është një vajzë shumë e plotësume. Unë mendoj se i nevojitet një djalë ambicios që ka qenë nga zera, që po më shkollë karrierë sa vash nga skushi, nga një punëtor i thjesht sezonal du bë një personazh i pëlqyer nga njerëzit dhe mendoj që i mungon një A në jetën e saj. Që mbaron me? Lidi Gjoka. Bravo Aldi. Dhurata për Kristelin është Aldi për këtë vit. Vazhdoj me Florin. Po. Çfarë mendon si mungon Kristelit? E njëjta pyetje edhe për ty. Çfarë mendoj që mungon Kristelit? Nuk dia pyetjen. Mendoj Mendoj që i mungon një kështu, një skalet me tekst të këngësh dhe më mend përmendës se ngeli duke harruar me dy fjalë gjitha. E mirë se e ka rregulluar çik tani për 10 orë, se kam pa që Unë s'kam pa, unë kam pa që nuk ndon dot. Merë një ngjitës. pse? Po të mbylli gojë mos të ndërpresim më në emision se episodin e fundit i kaloi të fen. Këta të vilës janë paft gjithë, s'më ndihmoj asnjëri. Duhet gjetur radhë më të bukur, duhet ta bëj këtë sfidë interesante. Ha, goc fol, aman fol, çfarë të duhet për këtë vitri? Unë tani po nisem drejt liçenit dhe i kam thënë Kristelit që të më presi atje për dhuratën e saj. O Kristel, si ndjesh? Me zi më pres. Seriozisht? Po. Jam e sigurt që do të Se unë e pëlqesh. di që ti je po të ishin ato dy shtrigat e tjera, Tila dhe Kesiana, mund të më bërin ndonjë gjë që s'do e pëlqej, po tek ti nuk kam fare dyshim. Nuk e, okay. Kisha pak, po nuk kam. Në fakt, dhurata jote është mbrapa, po vjen, kështu që mund t'i hapësh syt. Ja ku është mbrapa teje, po afrohet, është shumë afër. Ja ku është dhurata jote. Të bëmi BFF? BFF? Është dhurata jote, Kristal. Hami mos bëj kështu se na ke të shmen. 3 veta aty te goci, ne zdu, skam. Qja? Kam. Shoqe pra. T'kam sjell një shoqe. Kërkova atë çfarë ty të mungon. A ke Të bëj të lumtur, po. Jo! Se? Okej. Do jetë shoqja ime për gjithmonë.
për një ditë. Pastaj se çfarë vendosin ju me lidhjen tuaj shpirtërore, shoqërore, nuk e di. Besoj shumë te Kristalli që mund të të bëj për vete. Faleminderit. Prisja noi advent kalendar me kafe. Të shi, ato i siguro veti, unë solla shoqen. A ke pasur në një shoqe? Po. Po kështu rrinë me shoqe. Kështu? Ja. Për qafoj. O nuk diti për shafoj njerëzit, o Ema! Tu hape dorën. O Kristal, a ke të dashur? Që du ta them unë ty këtë? Do bëjmë muhabet gocash. Po gocash, po ti nuk e mjaftoshëm njëri besuar që unë të besoj ty anën time sentimentale. Ku do e them? Po të një shoqe, çfarë do? Thonë do bëjmë siç mendon ti. Unë dua një shoqe që sa herë unë jam e mërzitur dhe ajo është e mërzitur. Të jemi gjithmonë një telefonat larg njëra tjetrës dhe gjithmonë në gatishmëri për të qenë aty për njëra tjetrën. Që është një BFF, që është flasësh për ditë. Për ditë, non-stop? Ndoshta ajo për ditë. Po këta që ka momente që unë... Jo non-stop. Nuk kam nerva të flas, unë dua një shoqe që ata mirë kuptoj këtë gjë që unë s'kam nerva në atë moment. Edhe unë do të kuptoj atë kuptoj. Do bëjmë bëzëlyqe misie. O goc, unë jam tek... Do bëjmë bëzëlyqe bash. Jo, nuk dua bëzëlyqe, unë jam tek vila gjithë ditën. Po ma bësh ti make-upin? Jo, nuk kam nerva të bëj make-upin. Do kishte shtëpia ime të bëjmë make-up bashkë? Shka, unë kam shumë nevojë për hapësirën time dhe në shoqëri dhe në çdo lloj marrëdhënie. Okej, do ta jap. Po pra, po kjo nuk është hapësirë, kjo është ti në komplet fare. Po këto patjetër ku i ke marrë? Ku i blen rrobat? Qa përgjën tash? Fal, dhe sa ori do jesh këtu? Mos ke ndonjë traumë. Qa thot keme? Ku ke gjetë këtë? Ua, Ema, nuk dua më të rri me këtë. O Kristal, hajde se... Jo, ku do shkosh me? Ose po të pyes si je? Jo, nuk dua. Të lutem. Unë vërtet them që dua shoqe, po jo ty. Të lutem. Jo. Po hamoj. O Ema, nuk e dua. Nuk e... Ti, ka do tani shoqe? O Ema, ti më the që ajo donte shoqe. Po, ajo don shoqe. Po, nuk dua ty. Ka do. Du ty. Qa ka mua? Ma mirë ty dhe gocat e virës nuk e dua të. Ta që do mua. Po. Vëtën ti pëndorë që dhe ke thënë s'kam shoqe dhe duat s'ke shoqe. O Ema, pse ma bërë këtë? Kjo nuk është një dhurat. Ti ma më jep një mësim. Ti ma më ndëshkon. Ndoshta në fund vit njerëzit ndëshkohen, kur nga që në vajzat të mira. Me thënë të drejtën, dhurata ime ishte shumë simbolike për ty, inshallah të ka pëlqy. Pafund, ishte aq simbolike sa unë zgjodha që të vajzën ta kisha shoqe për jetë. Vërtet. Për jetë. A Kristal na tratove? Unë, siç e patë edhe ju, bëra një promis në fund që nuk do mas asaj shoqe që më erdhi që donte vetëm të më përqafonte, vendosa ne nuk të bëjmë nëse për të bezdisim në personal space. Me space. Le me space tëndin aty. Dhe thash që kam ankuar me vërtet aq shumë sa gotat janë bezdisur, kështu që nga ky vit i ri unë nuk do ankohem më kurrë për shoqet. Me kam qa kam tu të dila. E deshe me presion. Shofi me një janare mbrapa, sa do e mbash premtimin. Unë mendoj që ishte një dhuratë si shteve ti simbolike që më dhe një mësim të mirë mua, që të vlerësoj ato që kam. Mësove mësimin? E mora. Okej, bravo, e mori mësimin! Bravo, Kristal! Tani do ndjekim dhuratën që më ka vërë Krisiana mua. Ua, kurioze. Hajde se si jeni gati. Dhurata ime për këtë Krishtlindje është për Klea. Duhet i bëj një dhuratë Kleas. Tani, Klea është pak e llastuar. Edhe që ke vështirë që ta gjesh fikse qa do, po... nuk e di. Nga ndarja e shëruam. Afër i kemi ndenjë, kemi bërë shoqëri. Duhet diçka specifike që ajo ka kërkuar gjithë vitin. E kam menduar, po më duket se e kam gjetur. Tani, një nga njerëzit që e njeh Klean pak më shumë këtu në vilë është edhe Tesi. Zemra ime. Unë po mendoj që t'i bëj dhuratë Kleas për Krishtlindje dhe nuk e di çfarë të bëj. Po doja t'i bëj një gjë kështu me adrenalinë që ta zgjonte. Do thënë çka po nuk e them dot në kamerë. I dhuratë që t'i japi adrenalinë. Të zgjohet pak.
Blej kollar elektrik. Shokoj e fare se pra zgjot nga gjumi. E di çka kam menduar ta. Shumë e bukur. Po, bën sens. Hi. Klea sot të premtoj që do jetë një nga ditët më të bukura të jetës tënde. Do të thënë që ke kaluar deri tani. Nuk më do të siguroj të ardhmen, po këti ç'është një gjë që ke kërkuar ti shumë kohë. Jeep, do marrësh një Jeep? Nuk jam maq babagjyshe e posanike për momentin. Është një gjë roz me xixa. Ja. Po ç'a do bësh? Është komplet ana tjetër e rozës. Ana tjetër e rozës? Ua. Është sterezez. Sterezez? Po e bukur. E bukur magjike. Magjike. Nuk e di domethënë. Po ku do? A do ndalojmë? Do ndalojmë. Zemër një autobus të bardh, shoh ca pallate? Pemë me shumicë? Si dhe tu të bukur, meritojnë të shohin gjëra shumë të bukura se kaq. Dhe unë jam siguruar për këtë. Do dalim? Prit, si shtë ka hije, do të nxjerr unë me duart e mia, do të çoj unë me duart e mia. Presim Kesianën na çoj, nuk e di se ku do na çoj. Unë pëlqen shumë të më çojnë kështu nëpër vende që nuk e di se ku do më çojnë. Tadam! Shoh një çun në motor. E shef? Për mua? Jam siguruar është super motorist, ka super motor. Jam siguruar të beton. E kam siguruar, më beso. Si e, Kesiana, bashkë kemi folur, jemi njohur. Lea. Ka ardhur në trëndafilë, moj. Është si nëpër filma, o zot ka menduar për çdo gjë. Ishte babagjyshi nuk vinte dot më solli mua nga Poliveriut me 200 drer fuqi. Po, shiko, ka një problem se unë kam shumë frikë të hypi në motor. Domethënë kam shumë qef, po kam shumë frikë. Është e sigurt. Asgjë nuk është e sigurt. Duhet besosh, siç besonte Santa, të besosh edhe mua. Asgjë nuk është. Po, shiko se babagjyshi s'është për vërtetë. Ai është Babagjyshi është për vërtetë. Si do duket? Ashtu siç jam edhe unë. Është për vërtetë. Je gati? Të mbash lulen apo të duhen duar që të mbash fort? Kam shumë frikë. Ka ardhur. Mendon të për sigurinë time. Zemër të lutem. Brum, po je pak brum. Okej. E dua të ma sjellë siç po e merr, okej? Do ta sjell ndryshe me pa frikë. Si ndryshe more? Do ta sjell ndryshe pa frikë. Okej, po si të vjo këtu? A pa ju këtu? Shiko, ishte super mega adrenalin. Ishte shumë nice. U vlerësua një nga ëndrrat e tua për këtë vit? Po, ishte shumë nice, duhet të e rekomandoj. Okej, merr frymëri pastaj fol se s'po di. A më njësaj që e mirë? Po. Ua, o Klea, më thuaj të drejtën, a është kjo dhurata me më shumë adrenalin që ke pasur ndonjëherë? Dhe një nga dhuratat më të bukura që ke pasur ndonjëherë?
dhe po. Dhe më thënë, edhe më aventurë që ke pas ndonjëherë dhe më e bukur. Unë nuk kënaqa shumë, sepse unë nuk isha hy pas njerë në motor shumë të madh. Dhe kisha i shifja, i gjoja dhe më dukeshin shumë të bukur. Çka ke hyp në Vespa? Nuk kam Te tuiti Aldit. Se ta nuk kam punë motoraj të madh. Po sepse ishte motor i madh me fuqi shumë të madhe motorike. Okej. Ai çuni ishte i çmendur dhe i dha shumë shpejt. Okej. Ishi me zemër në dorë, aty thash çaj kam bërë unë kësaj. Po kur doli, pastaj ishe shumë e kënaqur dhe thash, e vërtetova edhe një herë që jam një shoqe shumë e mirë. Faleminderit. Merr shembull. Hajde më ti se Vazhdojmë. Cila dhuratë doni të vazhdojmë? Kjo që jep shembull, ça i bëre? Unë i kam bërë, duke qenë se Ema është një vajzë që i shkon jeta luksit dhe sevdaja, unë i mora një dhuratë siç i ka hije. Pra një vajzë, një dhuratë që i shkon formatit e Emës që shikojnë. Shikojnë, se do them një koment pastaj. Nuk po flas. Nuk thon kohë që për të njohur një njeri, shikoj ripostet e tij në TikTok. Unë hapa profilin e Emës dhe përveç se Georgina Rodriguez ka shumë ripostet të tjera që mua më ndihmuan shumë të kuptoj se çfarë i duhet asaj vajze. Unë ja mora dhuratën e Emës dhe jam shumë e sigurt që përveç se do ta pëlqej fizikisht, është diçka që do i hyjë dhe në punë me aspekte të tjera, do ta kuptoni në fund pse. Ema, shfrenoje fantazinë shoqja ime. Çfarë është një gjë që ti ke ndërruar gjithë jetën që ta kesh? Po, si fillim, unë dua të blej shumë, t'i blej familjes shumë gjëra, për shembull t'i blej një shtëpi të madhe. Ema të lutem, përveç shtëpisë me dhoma mis, atë nuk ka mundësi ta blej. Të jem shumë lart. Po, blej shumë, domethënë të jem aq lart sa një garderobë plot me çanta, taka. Po, të jem një princesë. Ti meriton, Ema, se ty të shkon. Për zot. Ty të shkon. Ti do të jesh mbuluar me diamante. Si Georgina Rodriguez? Po, akoma dhe më mirë saj. Thu ti, po, sigur vëm ne po varë. Po qa të do një gjë shumë madhështore që të mungon në garderobën tënde momentalisht? Mungon, tash është fjalë e madhe më mungon. Chanel apo diçka më madhe? Tash i rejqik lart. Po, më vonë besoj se do t'i kem, më vonë, një ditë. Kështu që nuk besoj se ti do mblesh këto gjëra, se këto janë gjëra shtrenjta. Nuk kam, po ndoshta mund të kem mundësi për më shumë. Semra ime ti nuk e ke iden çfarë të pret. Thua? Vërtet? Nuk e ke iden çfarë të pret, beton. Sa të mirë pas kam bënë. Sepse jo, ti thjesht nuk ke bërë mua asnjë të mirë, ti thjesht të shkon të kesh atë gjë që unë do ta marr. Të shkon, domethënë ajo gjë është destinuar për të qenë në garderobën tënde në jetën tënde. Jam kurioze vërtet çfarë mund të jetë ajo gjë që mund të më shkojë mua. Dhe të rri në garderobën. Ri gati, për pak të fillojmë xhirimet, do ta jap para xhirimeve, okay? Okej, me zero press. Tani unë mos do t'i bëj një treasure hunt në Përvil, që ajo ta ketë pak të vështirë ta gjej dhuratën, plus se unë e di që asaj i pëlqejnë gjërat kur janë pak të mistershme, kështu që hajdeni me mua. Kam marrë këto topat e brevit të vitit të ri dhe do t'i mbush me letra që Ema t'i gjej rrugës derisa ta çojnë tek dhurata finale. Ema! Qa po bën? Okej, hajde se jemi gati për zbuluar dhuratën. O, seriozisht? Po, që prit. Ta shikosh tani dhe ta komentosh në studio pastaj, okay? Hajde. Se për pak fillojmë xhirimet. Thesari i luksit për njerëzit me shije. Okej. Sa mendon mund të jetë? Diçka luks? Besoj se po, përderisa ke bërë ti. Nuk ka rëndësi madhësia për të përcaktuar vlerën e tij. Oh. Kombinojmë luksin dhe naturalitetin. Luks. Happy sit? Si që meriton ti? Jo, Crystal! Qa ke bërë? Të thash? Si ke? A nuk e kuptove nga letrat? Mos ja fut kohë! Nuk e kuptove nga letrat? Jo, mos e nik pas ke pas! Ska gjë ka marrë pak me ullje. Seriozisht? Nuk më ta me thaj! Po ti ke mbledh lekë për mbledh mua këtë? Paka shumë. Jo, mos është fake me. Jo, shpirt, nuk do blja diçka fake për ty, I swear, never. Qatë mirët pas ka bërë ty. Pashe postet e tua, edhe pashe kishe bërë post Georgina Rodriguezin, Birkin. Po mi unë i kam bërë nga Georgina, jo se... Po ti meriton. No, do shumë. Hajde. Besoj se na i rip më ke bërë.
O zemër, është çantë. Po flasim për çantë. Frit duat lexoj herë letrën. 2 personave I ka hije dhurata, ty dhe Georgina Rodriguez. Seriozisht nuk mund ta besoj. Je shumë e gjithë mjat e kësaj bote. Në të mira, në raste të tilla ta kthefsha. Kur e ke ditëlindje në Mars? Pa, 15. Ta vetëm unë ty. Zë më përsam. Ke dhe kartën, përpara se ta hapësh, shikoj pa kartën, a kamera afro pak? Herm, kjo është karta. Po. Që tregon që dhurata është autentike. Ta besoj. Përpara se ta hapim, kapi pa kamera? Jo, kjo është unbelievable. Mund ta hapësh. Ke për Kivi! është gënjur. E ma një sekond. Ti gjithmonë ankohesh se sa probleme me zorët ke. Dhe gjithmonë kur ne abuzojmë me ushqimin dhe ham fast food, ti thua unë do shkoj të blej një kivi. Dhe unë mendoj që çfarë ka më shumë rëndësi sa një njeri që kujdeset për shëndetin tënd. E vërtet. Kujdesi nuk blihet me para. Dhe kivi është ai që kujdeset për mua. Kivi, të dua. Ti e budallaqe fare. Unë thash se vërtet më ke bler në ai gjë. Nuk e di thash mos ka lënë trute, ma ke bler me vërtet. Tash do I bëj qylit me Kristin. Po kivi mo jema. Po dhe kivi shumë simbolik. Për zotin, unë do ta ruaj këtë kivin të shtëpia derisa të kalbet. Jo më do ta hash. Sa ta ruaj sepse më dhim se ta ha, është dhuratë. Jo mi haja. Ta haj? Haja se të kam bë magji. E kam knu tjerë. Po, ke shku tek qyteti Kiziana? Është sa po është jam? Ja, je shumë. Ti kujtove se nuk do merja hak. Ti kujtove se nuk do merja hak. Ti kujtove se nuk do merja hak, ha? Kujtove se do merja hak. Kujtove se do merja hak. Për një moment, thash se qatë mirat kam bërë unë ty që po më blen këtë gjë. Realisht thash nuk kam si. Po mirë ti, realisht e mendove që... Dhe thash unë e besova derisa hapi kutin. Për zotin! Unë nuk e besova, po thash qatë mira kam bërë një jetë kësaj vajze. Që të më blej mua, kësë të bëhet më blej real. E tani, shiko, për teja saj, që ta blej ma të e vërtet, Hermesi dhe Birkin e vërtet, duhet që ti t'jesh e shëndetshme. Po, dhe t'kesh zor të shëndetshme, dhe ti e thua her pas herë se sa rëndësishëm është kivi në jetën tënde. Qëshë mos u bë, Mendoja në pozitive që është detajiste dhe mundoj të njoj ty shumë mirë dhe di që kivi të pëlqen. Dhe kujdesen për zorët e tua. Kivi është fruti im I preferuar. Po, 2026 do mos e thuaj më që kivi është fruti jot I preferuar, se do të sjellin ndaj kështu tjetër, ndaj ku diun. S'ka problem. Çfarë quhen ato që mbillen? Fidan kivi. Jo, mua kivi realisht më pëlqen, është shumë dhuratë special për mua, se ato kivi do ta ruaj derisa të kalbet dhe të mos ketë më çfarë të nxjerr. E ka afatin. Ta ruaj. Më fal që të zgënjeva. Absolutisht, mos e vrit mendje. Kjo ishte një provë. Do mësoj në 2026 si ti bëj dhurata asoj që e Kristo. Tani do mbëlqojmë pak dhe të shohim se çfarë kam bërë unë Kejsianës. E shohim. Unë vdes për një çun që qap. Tani çuna duhet të jenë përgatitur. Çuna që qaj? Ku ti gjenë çuna që qaj? Unë vdes kur çunat kërcejnë vallë popullor. Pa, perfekte! Çuna që kërcejnë vallë popullore. Mund t'i gjej. Do gjej 3 çuna që kërcejnë vallë popullore. Uaj, gjeta! Kur kam telefonin, do gjej çuna. Tani unë sa po fola me disa çuna që do vinë për rreth 1 orë, ndërkohë bëjmë gati Kejsianën. Kejsiana! Tani je gati për super mega dhuratën tënde? Jam gati po në vim. Po, kanë ardhur njerëzit. Kanë ardhur njerëz? Kanë ardhur senatorët? Po. Po? Mos I hap, më premto, mbylli, mbaj mbyllur, hec drejt, vetëm drejt, tani majtas. Majtas është tek, po. Okej, prit. Hapi tani.
Gjej pse ti kam sjell. Unë vdes, mbaroj fortuna që kërcej vallën popullore. Jo! Je gati? A je gati? Nuk jam. Sa të mirë! Diqa! Je gati? Jo. Ishte shumë e bukur. Ua, sa të mirë. Shumë faleminderit. Klea, oh, thank you. A ishte dorata më e bukur? Po, shumë faleminderit. Ua, shumë nani të mrekullueshëm, nuk e di, shumë faleminderit. Edhe nuk besoj që do kisha dhuratë më të bukur për fund vit. Po, ishte shumë bukur. Shumë faleminderit që ishit me neve. Unë vdes, mbaroj fortuna që kërcej vallë popullore. Edhe qajnë. Po pse si bëre çika ta me qatë? Po sepse ishte atmosferë. Jemi Moj fest, ti, jemi me festa. Jemi fest. Hidhe vallën Po kjo ishte me vërtet dhuratë. Ishte vërtet dhuratë shumë e bukur, se me sa duket ju pas kam çar veshët juve dhe atyre që i dalin në TikTok gjithkohë, duke thënë që pëlqejnë çuna që kërcejnë vallë popullore, po çunat ishin shumë të mirë. Ishin. Edhe ja morëm vallë së gjithë bashk, po A ishte dhurata, një nga dhuratat më Jo. të bukura? Jo me shpirt, është ajo që ka bë mami, kush e di sa lek. Sa lek ka O bërë. zemra kishte vlerë emocionale moj ti. mirë, po. Ua, Mos u mu zini. pra të pëlqeu dhurata. Jo, ty të pëlqeu dhurata. Po të pëlqeu dhurata, është super dhuratë. Jo fare. Okej, krahasoni ju në komente kush ka bërë dhuratën më të bukur kujt. Më bë shumë nxehtë, kështu që freskohemi çik dhe shikoni çka kemi bërë me lajthizën. Hajde pini. Gëzuar. Guz, unë kam pirë në fillim e kam po mbaron. Bëjmë një asmërë. Sot e prova dhe unë kemi lojën e radhës, unë dhe Ema me Lajthizën. Ne pim shumë lajthiza dhe do testojmë njëra tjetrën se sa i njohim shijet e lajthizës. tu do kemi një kanaçe premium by Lajthiza dhe Ema nuk do ta di se çfarë kanaçe ka këtu, por duhet ta gjej sipas përshkrimeve që unë do t'i bëj. Mezi po pres ta provoj mike. Me sa e njoh unë Ema, është mjaftueshëm e zgjuar, do ta gjej. Oh, inshallah. Po do më jap më shërsoj jetën dhe punën.
Pas meje do vi radha e Kesianës, e cila do të shikojmë se sa njohuri ka për Premium by Lajthiza. Je dhe e zgjuar gjithashtu? Me sa di unë, Ja. unë do t'i gjej pa shopping. Hajde, vazhdojmë. Kanat që e parë që kanë futur brenda, e gjen gjithmonë në frigorifer me letrën mos e prek, është e preferuar e Dalinës, dhe ka një paketim të veçantë, nuk është si të tjerat. Shiko, unë jam midis oksit Leila dhe oksit portokalli, sepse ajo të dyja i preferon. Po mendoj se më shumë ka bërë nami për oksi Leila? E gjetë. E gjetë dhe shumë e vejt. A me zgjuar. Tani ke radhën ti. Kanaçja e radhës ka ngjyrat e flamurit të Vatikanit. Unë dhe gjeografia. Vazhdo me hintin tjetër se... Është për ata persona që nuk duan shumë gjëra të ëmbla, por më shumë të kripura. Diçka kështu. Për shembull kur han shumë ti ushqim, do të fryhet barku, dhe ti do se s'bën diçka që të tretesh, të tretet ushqimi. Toniku. Oke. E gjete? E gjete. Zgjut. Bravo. Vazhdojmë të kanaçja tjetër, e marrë gati? Jam. Tani, në paketim ka një simbol të dashurisë. Premium Cola. Ja. Jo? Ja. Ha, jep një hint tjetër. Është e preferuara ime. Unë me vërtet kam shoqe, po, ta që s'maj me qapin. Më thosh oksi portokalli? Më zhgënjeve, ma. Kush është? Do t'jap një hint të thjesht, tani që ta gjesh, unë të kam shoqe, dua që ta gjesh. Do ta mbasësh. Ka një ngjyrë e preferuar të Kleas. Oho! Premium Rosé. E gjeta. E gjeta. Jam e zgjuar. Brava, po mos ta gjete këtu. E hapim të? Me që është e preferuara ime të marrë tapi për shefin tim, ndërkohë që ti merr pjen tjetër. Atëherë, kanaçja tjetër është shumë e veçantë, sepse jep ndjesi një shpërthimi në çdo gllëng. Ndoshta oksi portokalli? Ja. Shoqërohet në çdo fast food që ne ham. Ma thoj dhe tjetër që ta kem të sigurt se më duket e gjetën. Duket sikur ka flluska. Premium Cola by Lajthiza. Bravo! Ajo është. E treta e vërteta. Cheers pra, ua, mala. Fal. Ta hapëm? Ke filluar të mos ish me një shoqe e vërtetë, më ndarku. Jo, s'ma thuaj të gjë, vetëm këtë se kam. Nuk jam best friend. Dhe këtë mund ta vërtetosh. Uroj, kështu priset nga njerëz të tjerë, po. Ashtu uroj dhe unë për ty. Shumë poetike, vazhdoj, pa. Dy nga ngjyrat e kësaj kanaçe ndodhet edhe në flamurin e Argjentinës. Blu. Apo ja? Tjetra? Hints tjetër? E pi shpesh Kristëlli. Për to që pinë shpesh, vallaj nuk është si kam rrujt, po. Tjetër? Nuk e asnjë? No. Ma thuaj edhe një se ndoshta... Jam afër, po. Ka, do të thënë, bëhet nga një frut që ti dhe unë e pëlqejmë shumë, më shumë i shishëm. Premium Lemonade by Lajthiza? Ja. Është orange! Wow! Lemon! Orange! No! Why? I didn't find it. Fitova. A fitova regjia? Fitova? Kemi tjera, thonë. Mendova se është limonata. Mos hap. Edhe këtë kemi regjia? Atëherë, hints i parë i kanaçës së radhës. Unë e shoqëroj gjithmonë me akull. Do tha toniku, po... Atë e bëm, a më thoj tjetër? Ka shije midis thartësirës dhe freskisë. Kam dyshimet e mia. Për shokun e ngushtë të Orange Jade-it, po vazhdojmë edhe një hint. Ka ngjyra që të kujtojnë verën. Lemonade. Ja, e gjete. Premium Lemonade by Lajthiza. Regjiana vendosi te kanaçën e fundit, po ne ram dakord që mos ta bëjmë se është i fundit dhe qarta zi dihet kush është. Oks portokalli, kështu që është edhe ai një ndër ata që është mos e prek kur e shohim në frigorifer se ne këtu vdesim për pijet e Premium by Lajthiza. Dhe është konkurrent me Leilau prandaj. A mund ta marr tapi pak tani? Përse mua Kështu që ne u kënaqem shumë me ju, shpresoj të jeni kënaqur dhe ju me ne.
Gëzuar vitin e ri. Gëzuar. Mos harroni që darkën e vitit të ri të keni nga këto kanacet që të festoni. E vërtet edhe kjo, bravo Ema. Gëzuar Me që jemi në fund të tek gëzimet, ne ju urojmë të gjitha gëzuar Krishtlindjen. Gëzuar, inshallah sa më shumë fat, lumturi, lek, paçi, shëndet. Shëndet ja kemi lënë Zotit. Dhe mos harroni të hani 12 të rusht, të përplasni shegën të dera. Dhe të vishni të brendshme të Dhe sa më shumë lekë. Dhe mos harroni, si tha dhe Krisli, futni lekët poshtë tapetit dhe shkelni që ndoshta leku të mbi nga dhe në ullirit e deras është begati mbarësi gjitha këto. Dhe duke ju uruar gjitha këto që ne tham. Duke ju uruar Krishtlindjen dhe vitin e ri. Dhe duke ju thënë se sa shumë ju duam, ne duhet të themi dhe një gjë shumë të rëndësishme, që të mërkurën tjetër, pra me 31, ne nuk do jemi në Goats, por ju qëndroni aktive në rrjetet sociale se do ketë një surprizë shumë më të madhe se aq. Ju duam. Por prit, se kemi mbyllur. Ju falenderojmë për gjithë dashurinë që na keni dhënë në 2025 dhe shpresoj që dashuria juaj në 2026 të rritet. Ju duam. Nëse ju pëlqeu kjo që sa më fat, bëni subscribe për një vit të mbar. Ándale!